nisi sot një kange, por nuk di nga t'ja filloj jo se nga mali digjen zemra, fjallë qdo zemre ja kërkoj jo Vjene sharekia e don plasi, se qdo trim ashtë yll trim nije, po qaj bura dhe maci, qen ka mal me palë Shqipnijove. Vjene sharekia e don plasi, se qdo trim ashtë yll trim nije, po qaj bura dhe maci, qen ka mal me palë Shqipnijove. Jemi mbledhur për të kujtuar një jetë të tërë, të vënë në shërbim të lirisë, 90 vjetorin e lindjes se veprimtari tonë të madh Adem Demoqi. Adem Demoqi na mësoi se liria nuk është dhuratë, por amanet që fitohet me qëndresë, guxim dhe dashuri për atë dheun. Sot duke kujtuar në nderim e madh, le ta mbajmë gjatë frymën e tij në ndërgjegjen dhe veprimin tonë të përhershëm. Adem Demoqi ishte ndërgjegja e gjallë e Kumbit. Mbi 3 dekada, burgim nuk arritën të thyen vullnetin e tij. Përkundrazi, ato u bën simbol të qëndresës dhe të dinitetit njerëzor. Ai dëshmoi se liria është vlerë që nuk negociohet dhe se ideali kombëtar kërkon guxim e sakrifisë të jashtëzakonshme. Ai vendosi interesin e Kumbit me interesin personal. Mbi interesin personal, buri lirin mbi frikën, buri të drejtën mbi padrejtësi. Kjo është njëra prej arsyeve që sot pse e kujtojmë me shumë krenari dhe respekt Adem Demoqi. Republika e Kosovës, shteti ynë i lirë dhe sovran, është ndërtuar mbi themelet e shumë brezave. Në këto themele është skalitur edhe emri i Adem Demoqit. Për ne si përfaqësuesit institucional, por edhe si qytetar, mbetet detyrë përhershme të harrojmë këtë trashëgimi dhe ta forcojmë shtetin tonë çdo ditë. Ne së bashku po shënojmë 90 vjetorin e lindjes së simbolit të rezistencës Bac Adem Demoqit. Kjo është edhe ditë kujtese sepse Adem Demoqi nuk është më fizikisht në mesin tonë, por shpirtërisht është mes nesh, është në flamur, është në institucionet e Kosovës, është në akademitë arsimore kulturore, është në pikturë, është në këngë poezi, është kudo ku ka shqiptar të ndershëm. Të festosh ditëlindjen e njerëzve që kanë bërë emër në historinë e kombeve, është një përgjegjësi e madhe, por edhe nder e kënaqësi për njerin që tërë jetën zgjuarsinë e tij e vuri në shërbim të kombit duke bërë shtylla kurrizore e lëvizjes çlirimtare kombëtare. Ai nuk e la për asnjë çast të shuar flaka e lirisë edhe atëherë kur të gjithë u lodhën. Ai që frymëzoi komandantin lenjëtar të UÇK-s Adem Jasharin me shok, i cili me luftën e tij mbi njerëzore e vullosi fitoren e Kosovës. Ai që kur nuk rau gjoks se unë ja solla lirin. Nëse lirinë e Kosovës mund ta paramendojmë si një pemë të madhe të lullzuar të bukur, unë jam i sigurt se rënjet e saj janë tek Hasan Prishtina me shok. Lulet e saj
të qelëre janë të Adem Jashari me shok, ndërsa trungu i saj është vetë Adem Demaçi me shok. Ka figura historike që i përkasin librave, ka figura që i përkasin kohës së tyre, por ka dhe figura që i përkasin ndërgjegjës së një populli. Adem Demaçi nuk i përket vetëm kohës së tij dhe as vetëm librave. Ai nuk është vetëm emër në histori, ai është standard moral që i përket ndërgjegjës së gjithë kombit. Në 26 shkurt 1936 në Prishtinë, në shtëpinë e Zeqir dhe Nazife Demaçit, lindi Ademi, një djalë që historia do ta thërriste për mision. Ai lindi në një kohë të rëndë për shqiptarët në ish Jugosllavi. Ishte periudha e presioneve shtetërore, e politikave të shkombëtarizimit, e përndjekjeve dhe shpërnguljeve të dhimbshme drejt Turqisë. Familje të tëra përballeshin me përndjekje, me konfiskime, me pasiguri të përditshme. Shpërnguljet dhe presionet e asaj kohe lanë plagë të thella në ndërgjegjën kombëtare, plagë që përkohësisht u ndërpren vetëm me pushtimin italian e gjerman gjatë luftës së dytë botnore. Pra, ai lindi në një tokë ku të qenit shqiptar kërkonte qëndres. Në bankat e shkollës fillore ai pati fatin të mësoj nga mësues të ardhur nga Shqipëria, arsimtarë që nuk sillnin vetëm abetaren, por sillnin frymën kombëtare. Ata mbollën të brezit i dashurinë për gjuhën shqipe, për historinë dhe për dignitetin kombëtar. Ata mësuan se fjala është forcë, se kultura është mbrojtje, se identiteti nuk falet. Kështu, në një kohë represioni dhe në një shkollë që mbillte vetdije, u formua karakteri i tij. Ai nuk e zgjodhi kohën kur lindi, por e zgjodhi mënyrën se si do të jetonte në te. Dhe që nga fëmijëria e hershme, rruga e tij nisi të ndahej nga rruga e zakonshme, sepse ai nuk do të bëhej thjesht një qytetar i kohës së vet. Ai do të bëhet ndërgjegjja e saj. Dhe historia shumë shpejt do t'i kërkonte çmimin e asaj ndërgjegjjeje. Dhe ti, moj erë që frynë e trazuar, na sill një fjalë nga ai zë i rall, se për fjalët e bacës malli na ka marr. Fjala e ti buron buzdrinit dhe për hapët si rrëthen e qellin e kalter, se kjo tokë e larë me gjak me lot, e ka një emër të shenjtë, atë dhe therasim sot e mot. Grehe kokën bac Adem, na thua një fjalë që zemrët i zgjon, t'u ndalim hovin gjarbrinve të gjakut, me sheku i kërkojmë drejtësi dhe drejtësi nuk ka. Thuaj një fjalë, o bac, pash diellin dhe tokën, se fjala jote shpejt kthehet në këngë liri, dhe kja këngë jehon fushave maleve. Sot nuk përkujtojmë vetëm një njeri, përkujtojmë një epokë që frymbohet një qëndres. Bac Adem ishte ndërgjegje e gjallë e një populli që refuzoi të heshte. Vitet e gjata të burgut nuk e thyen, ato e forcuan. Ai zgjodhi dignitetin para frikës, të vërtetën para kompromisit dhe lirinë para rahatisë. Në këtë 90 vjetor me ndërim të thellë kujtojmë dhe bashkëveprimtarët dhe të përndjekur që ecën në të njëjtën rrugë sakrifice. Vërtet një intelektual i vetëm qëndroj i palëkundur që nga fillimi deri në fund është Adem Demaçi. Vetëm ai mund ta bënte këtë deri në fund të jetës së tij. Dhe ai ka qenë babai në shpirtëror, ai ka qenë presidenti ynë, edhe pse turpjo qoftë atyre që nuk e ngritën dorën për ta bërë president zyrtar, po për ne është president, do t'jetë edhe është gjithmonë. Unë kam shkruar një poezi në vitin 1990, është fjala më 18 shkurt, kur kam dëgjuar nëpërmjet radios se do të liroj Bac Adem. Kështu që e frymzuar nga jak ose nga akti i kthimit të tij në Kosovë, shkrova këtë poezi. Po i kthehet Kosovës Adem Demaçi.
Lajmi me shpejtësi gjithkund mori dhenë. Prit e Kosovë, herojnë Bacën Adem. Dimrit plot acar, vendin ja ka zënë dielli. Tër Kosova në fest, pret sot Bacë Ademin. Kosovë, Kosovës Bacë Adem, ti i ashiron sot plagët. Kosovën Bacë Adem e kanë rëmbyer gjarpit e gjakut. Atyre gjarpive që të mbështollën dikur, ne po ja thym kokën, ti na ke dëgjuar zënën që ngritëm në të gjithë botën. Ata të vëdhën, të rëmbyen me natë, se populli s'ishte si së zgjuar, por bënd të gjumë të rëndë. Sot e gjenë zgjuar, e gjenë dhe në fest. Me plagë të reja në trup, ka dalur të presë. Veç mos të trishto bacë, nga gjaku që do të shohësh rrugëve, se ato i kanë shkaktuar baruti plumbave. Ata plumba automatiki që Kosovën se tundën, bozhureve të saj petalet ja shkundën. Kur bozhuret filluan t'i hapnin petalet, u kositën nga plumbat, u shuan nga rafalet. Dhe Kosova i mori, i futi në gji, të gjithë ata që ranë për liri. Ajo i futi në gji dëshmorët e lirisë, kurse sot Kosova të ti është nisë. Të çmallët e përmalluar me ty pas 3 decenjesh, ta nderojnë herojnë e saj, simbolin e qëndresës. Kosova er plumbash, Kosova er barot, Kosova kra hapur në gji, po të pret sot. Po të kthehet biri prap pas 3 decenjesh, prite Kosovë, prite simbolin e qëndresës. Është merite e jashtëzakonshme e Adem Demaçit për bashkimin, për unitetin edhe kontinuitetin e metodjeshëm të Lëvizjes Popullore të Kosovës në vitin 1991. Për shkak se ai dhani kontribut jashtëzakonshëm në mbledhjet përgatitore që u banën për mbledhjen e tretë përgjithshme që u mbajt në muajin tetor, pastaj në ujmer të Klinës. E dyta, që mendoj është shumë me rëndësi, disa muaj më vonë, më 10 gusht 1992, në Lucern të Zvicrës, është mbajtur një mbledhje e kryesisë Lëvizjes Popullore të Kosovës, në cilën ka marrë pjesë Adem Demaçi, Ahmet Haxhiu, Fazli Veliu, Gafur Elshoni, Ali Ahmeti, Gjavit Haliti, edhe unë, Emro Xhemoli. Në atë mbledhje është diskutuar vetëm një pikë. Është diskutuar lufta e armatosur e popullit shqiptar të rëmbruar. Po citoj Adem Demaçin. Shumë shpejt, thaj në atë mbledhje, do të vi para nesh e të shtrohet detyra e luftës armatosur. Populli do të kërkoj që të luftoj. Dhe me këtë rast i ka dhënë varg idesh dhe orientimesh për kryesinë e Lëvizjes Popullore të Kosovës lidhur me përgatitjen e luftës armatosur për çlirimin e vendit. Me emrin e Adem Demaçit u nisën shumë procese kombëtare që i quhen përpara. Me emrin e Adem Demaçit e nisëm edhe pajtimet e gjagjeve. Me emrin e tij dhe me librin Gjarprit e gjakut. Në vargjet e mia kam sjell Adem Demaçin si njerin radh të parë dhe pastaj edhe si hero. Vjen sharkia e don të plasi, se zotrim është yll trimnie, por qaj bura Adem Demaçi, që n'ka mal me bal Shqipnie o hej. Vjen sharkia e don të plasi, se zotrim është yll trimnie, por qaj bura Adem Demaçi, që n'ka mal me bal Shqipnie o hej.
Poshavica Kosovari sa po të lindi, thot unë jam azem Galica, hej. Që mbetësh kam ndërmale, Jesus ose 30 vjet o hej. Për Kosovën rinim fale, e lirin le amanet o hej. Adem Demashi do të jetoj për gjithmonë në brezat që i mësoj. A ishte mësuesi më i lavdishëm për çështjen kombëtare. Jo vetëm me fjalë, po me vepra. Prandaj edhe vepra e tij nuk shkoi kot. Brezat, adhetar, e kuptuan se ajo që fliste, e thonte, e i propozonte kombit, ishte e sakt edhe asaj rrugë duhet të shkojmë. Kemi shkuar, ai e priti edhe aktin kryesor për çlirimin e Kosovës. E kuptoi edhe ndihmoi ushtrin çlirimtare të Kosovës. U bë zëdhënësi i tij. Edhe ajo ishte mrekullia e tij e tërë jetës. Të cili prej nesh e ka jetën e lidhur me kujtimet me Bacin Adem. Me veprat e tij, kur na dalën demonstrat, nëse na ka dalë tanku përpara ose gazi Locielës, kur kemi thonë Baci Adem ose Adem Demashi, na kemi hecë, si kemi frigu. Kur kemi fillu pajtimet e gjaqeve, na kena nisë me fjallën jo atyne që e ngren gishtin e krimit, po atyne që shtrin dorën e pajtimit. Çdo gjë që ka frymu në atë kohë, u ka në lidhën me emnin e tina. Dhe nuk mendoj që asnjë veprimtari ilegale, asnjë grup ilegal, asnjë luftë nuk e ka pas forcën e ndikimit të ngritjes së rezistencës kombëtare si që ka pas Baci Adem. Jo të gjithë i kanë njoftun ilegalt, jo të gjithë kanë guxu me i njoft, po Bacin Adem e ka njoft gjithkush dhe ajo kanë gjithkun. Në vitin 1975 në vjeshtë pra, Bacin Adem regjimi atëhershëm e burgosi për 3 herë, duke menduar që përmes burgosjes së tina do t'i japin një grusht lëvizjes kombëtare. Jo, ndodhi e kundërta. Burgosja e tretë, Bacin Adem e shndroi përjetësisht në ideol, në burim frymëzimi, për ngritjen e krenarisë dhe identitetit kombëtar. Unë i kom takuar periudhës studentore, me të drejtë është quajtur periudha e artë, viteve 78, 79, 80 dhe 81. E di në përndeja, kur bisedoj për Bacin Adem, për porosit e ti, për qëndresën e tina, studentët ngrishin në këmbë dhe u shëndrua pra në burim frymëzimi se si duhet dashur, punuar e sakrifikuar për atë dhe. Bacin Adem për herë të dytë e kom takuar në Staragadisht në kampin përqendrues me shokët të cilët janë këtu prezent dhe Bacin Adem ka ditë t'i qmoj, ka ditë t'i ruaj, ka ditë t'i donë shokët. Ne gjithmonë e kemi takuar dhe e kemi parë të buzëqeshur. Gjithmonë pritshim me padorim ditën e nesme që të dëgjojmë mësimet e tia, që të dëgjojmë këshillat e tia. Ai na këshillonte para se gjithash se si duhet ruajtur shëndetin, si duhet ruajtur dhe të mos bijem pre e provokimeve të pushtetit të atëhershëm. Bacin Adem
besonte në vlerat dhe kulturën e popullit shqiptar, Baç Adem besonte në fitoren e popullit shqiptar. Këto vlera, këto i pranoi populli shqiptar. Baç Adem ishte i të gjithëve, ishte i popullit. Baç Adem ishte komunikues, ishte afër me të gjithë dhe Baç Adem para së gjithash ishte i thjesht si e vërteta. Baç Adem me siguri na dëgjon, ideali dhe përkushtimi yt për bashkim kombëtar do të jetoj edhe sot, edhe nesër dhe përgjithmonë tek populli shqiptar. Në emrin ton, përshëndes të pranishmit, rroft kombi shqiptare, rroft Shqipëria e Bashkuar. Në kohë trishtimi ishte ngatruar koha me stuhishe ngrica shpërhumbur, ideja, qëllimi e ndërgjegja rrëmuj. Për trojet e leh kokën peng, u përbirove përvërim gjilpëre, i farkëtuar zjarëve të ferrit erdhe gjete shqut. Polca shtërngohej e rrudhej nga prangat, kam gjiku merte në thua hartave të rjepëra mbilkura tona. Adem Demaçit, ti o promëthe, kush je ti që shkon e vjen, si fladi erës të për vendin tim, o Adem Demaçit dalohu një herë të të marrë dhe unë për qathim. E sot, për fund mit herë, qyteti krenar në për rrugët e ti dhe më shorisht të përqafon, ty të thot, lam të mirë o birë. Të gjitha, për të gjitha nuk thuan dot, të gjitha e thanë për ty, kush ishe e kush je, por ti në vendin tim do të mbetesh gjithmonë o promëthej. Jeta Adem Demaçit nuk është vetëm e histori e zgjimit të ndërgjegjes së një populli që nuk pranoi të jetojë në shtruar, por është vetë historia e tij, sepse ajo vetëm që zgjoi ndjenjat kombëtare, por edhe u mishrua me to, duke vënë në ballë të rezistencës për të bërë frymëzim brezash. Ishte frymëzim i brezit të Jusuf Gërvallës e Kadri Zekës, të Recep Males në Iberishës, të frymëzëtisë e Fare Fazliut, për të ardhur deri te Zahir Pajaziti, Adem Jashari, Ismet Jashari e Tahir Sinani dhe heronëve të tjerë. Që nga rinia e tij e hershme, si intelektual i ri, Baç Adem u përfshi në përpjekjet për të ndryshuar gjendjen e rënd politike, socio-ekonomike dhe kombëtare të popullit shqiptar në Kosovë dhe viset e saja në sundimin jugoslav. Ai nuk pranoi heshtjen, përkuljen, nështrimin e frikën si rrugë shpëtimi. Përkundrazi, ai zgjodhi rezistencën, ngriti zërin dhe formsoi mendimin politik të popullit shqiptar, i cili u bë udhërrëfyes për gjeneratat në rrugën drejt çlirimit të pjesës së robëruar të kombit. Qëndrimi para organeve të UDB-s, e veçanërisht fjalët e tij në gjyq, do të jenë premisë ndërtimit të personalitetit të Adem Demaçit si figura emblematike me të cilën do të identifikohet e gjithë lufta e popullit të robëruar shqiptar dhe do të merr epitetin e simbolit të rezistencës kombëtare. Prej këtu ku jam, po ju them edhe një herë, se nëse Serbia, Jugoslavia nuk heqin dorë nga okupimi i Kosovës, dhe nëse nuk lejon që Kosova të shkëputet nga Jugoslavia e të bashkuar Shqipërisë, atëherë nuk do të ketë paqe në Ballkan, as në Jugosllavi, as në Serbi. Nëse Serbia do të vazhdoj me këtë politikë ndaj shqiptarëve, një ditë Serbia ka për të bërë shkaktare e shpartallimit të kretë Jugosllavisë dhe në fund do të mbetet edhe pa Kosovën. Kaq. Kjo ishte fjala përfundimtare e Adem Demaçit në gjykimin e parë në mars të vitit 1959 dhe një parashikim profetik i tij. Të shikoj nga afër e të numëroj vragat në fytyr, vitet e jetës thellë të janë skalit, shoh supet e tuaja të gjëra, me vitet e burgut sa shumë të kanë rënduar, të gjitha i përballove, burgje të rënda kalove, e nanën Shqipëri asnjëherë sa harrove, me të urrite për të jetë flijove. Po gëzohem që jemi mbledh gjithë së bashku dhe pak pashmallim mes veti kështu.
besoj që do të kemi rastin të takohemi edhe herat e ardhshme. Kështu që përnofshi, udhëzofshi, shëndet me të mira bashkë me familjet tuaja.